Një numër i pazakontë fluturash është vërejtur ditët e fundit në zonën e Urakës përgjatë bregut të liçenit të Ulsës dhe shtratit të Zallit. Prania masive e tyre ka ngritur shqetësim të banorëve, të cilët kërkojnë ndërhyrjen e specialistëve për të kuptuar nëse bëhet fjalë për një specie të rrezikshme për bimësinë apo mjedisin. Sipas banorëve, këto flutura nuk janë të njëjta me fluturat kineze, e njohur për dëmet që ka shkaktuar në shkurret e zonës së Matit. Flutura e re, që është shfaqur në Urak, ka ngjyrë të errët me nuanca portokalli në krah dhe zakonisht qëndron në vende me lagështi si brezi liçenor dhe zona e Zallit. Deri tani nuk është konstatuar ndonjë dëmtim i drejtë për drejtë i bimësisë. Megjithatë, shqetësimi i komunitetit lidhet me mungesën e informacionit rreth kësaj specie dhe ndikimit të mundshëm në ekosistem. Flutura shfaqet në një zonë të kufizuar nga Uraka deri pranurës që lidh fshatin me rreth bazin. Ekspertët e kontaktuar paraprakisht e lidhin këtë fenomen me ndikimin e faktorëve natyror, si rritja e lagështisë, ndryshimet sezonale të temperaturës dhe ciklet natyrore të shumimit të insekteve. Prania pranë burimeve ujore krijon kushte të favorshme për shumë lloje fluturash, që jo domosdoshmërisht janë të dëmshme. Megjithatë, specialistët rekomandojnë që fenomeni të monitorohet nga entomolog dhe ekspert të biodiversitetit për të përcaktuar me saktësi natyrën e kësaj specie dhe për të shmangur çdo rrezik të mundshëm për bimësinë dhe ekosistemin lokal.